Mbrëma, zonja dhe zotërinje me televizion 21, kjo është Klik Plus. Ju prajë mbrëmë që do të shihemi me kryetarën e Sarajit, sekretarën organizativ të BDI-s, zotërin Blenë Bexheti, respekt zoti Bexheti. Faleminderit shumë që jemi bashkë sonte. Faleminderit edhe për ju ftesën që më keni bërë dhe për ndëgjuesit e televizionit juaj. Respekt, jeni këtu me njëherë pas të bimit që kishit në Qajër, ku fotografi ki pa më gjithë, ki pa më dhe video, do flasëm me pat punë trej. Urime qeveria re, mja bë urime jo. Tash, kemi alancën për shqiptarët brenda, bashkë me BDI-n dhe LSDM-n. Qëndrimin tonë për qeverinë e re, gjithësisht, për largimin e një partie politike nga qeveria dhe futjen e tjetrës, parimisht e dini që kemi qenë kundër se s'kemi pa moment politik për kiqen t'il, po uroj që mundohen të punojnë për të mirë të qytetarëve dhe programeve me cilët kemi garuar. Që keni garuar në këtë punë. Mos harrojmë brëmë, pasi në fund të emisionit, ishte zotëria Artangru, dhe jo bëni të falja. Nuk e di tani ato raportet e ju të falja, imi është publikisht, opinioni me di që e këmbartë atë, se nuk e di, keni pa, keni dëgjua për ju. Tani, nëse dëshifrojmë ta, qa i bje këtë falja Blerimit? I bje si kur ati i bën të falja populata, i bën të falja qytetari, dhe duhet të ndëgjon. Edhe në emër të atyre, e shfrytëzoj rastin edhe unë t'i bëj të falja. Votuesi i BDI-s mbi gjitha. Votuesi i BDI-s, e kuptaj. Tani, në Qajër nuk e festuat qeverinë e re, absolutisht jo, por dërguat një porosi për forcën tuaj. Tani ma thonë një lutë na shumë, çka do të thëtë kjo? Se ju dëgjova duke thënë me votime, me votat tuaje, popullat ju thiri që të largoni Artangrupin, ishte kështu, për parafrazoj, shkurtimisht, se do dëgjojmë edhe video. Ja, ishte në kontekst tjetër. Okej. Në kontekstin ishtë që, pavarësisht asaj që e thamë paraprakisht që kemi qenë kundër një përbërje të këtillë të qeverisë, ishte në kuptimin që diferencon njerëz nëpërmjet megafonëve të vetë, portaleve të veta, duke gjëja se duke i trem, duke shkarku drejtor, u bëra thirrje që kjo frymë përçarëse të ndalët dhe me votën e tyre ta shkarkojnë njëherë për gjithmonë ta shkarkojnë Artangrupin. Dhe mos e ngarkojnë mundësisht asnjëherë. Se nuk duhet një frymë e tillë përçarëse as brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, as brenda shqiptarëve. E tani, ku buron forca jo e zoti Bexheti? Atja nisim kështu më mbar, që me kuptu se ku jemi. E pas taj do themi ku po shkojnë, për shemb, me shpresë. Sistemet pluraliste kanë votimet. Okej. Ofertat e tyre dhe qytetarët votojnë për programet e kështu me radhë, strukturat partijake nuk duhet ta anashkaluar. Okej. Dhe kjo është një paknatësi që po ndodh. Ju kujtohet vitin 2006, vitin 2008, qeverisën VMRO PDSH, kur edhe aso kohë strukturat dhe qytetarët që mbështetën Bashkimin Demokratik për Integrim protestonin për mos respektimin e votës shumicës Që kishte fituar BDI-n në atë kohë. Absolutikisht. Edhe tani, besoj që ndjen të papërfaqësuar, të zhgënjur me mënyrën e qeverisjes, së zotit Grupi dhe vartësve të tij, një grupi të vogël, do kisha thënë, jo i tëri, pasi që në Bashkimin Demokratik për Integrim ka edhe kuadro të shëndosha, dhe është një akt shumë demokratik, shumë civilizues, shumë normal që njerëzit edhe na ndëgjojnë, po njëkohësisht besoj fuqishëm që edhe protestojnë që të çojnë porosi, të gjithë ata që duhet ta ndëgjojnë këtë porosi të tyre me vetë prezencën e tyre, duke pas parasysh se nuk jemi në fushat parazgjedhore që të ketë një elektrizim të situatës dhe të marrin pjesë, po megjithatë marrin pjesë me një masivitet shumë të mirë, dhe besoj që duhet ndëgjuar me kujdes. Tani, forca juaj po thoni janë njerëzit të cilët po vinë për dëgju kundërshtimet që i keni në raport me këtë përbërje të BDI-s në ekzekutiv, dhe që kjo është forca? Forca më e madhe në demokraci është... Forca më e madhe në demokraci është bashkë forca zëri i popullit. Sovrani, sakt. Sovrani. Sakt.
Ama tani ky sovran është i BDI-s. Po, natyrisht. Tani, kush BDI? Se dilema kush, cila BDI? Cila BDI? Zoti Grubi thënë që as unë, as kryetari, as zotri Bujar Osmani nuk i naftu. Është kështu? Ama konfirmoni këtë? Unë nuk di për takimin e sonshëm kush është i ftuar, e di që ftesa është publike dhe nuk duhet ne të taktizojmë në emër të lojrave politike. Duhet jemi të hapur që kemi një kontest, një dallim jo të vogël brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, ku shkaktar kryesor është mënyra e qeverisjes nga zëvendës kryeministri i parë dhe një grupimit shumë të vogël për interesat të ngushta personale, gjithësisht varësve të tij, që konsiderojmë se me bindje të thellë se nuk duhet lejuar asnjë ditë më të tjetë që të bëjnë këtë katrahur brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Fotografi t'i pam, video t'i pam nga tubimi në Çajer, u paralajmëruan edhe shumë tjerë pash online, shumë prej tyre, do flasim me shpresë, ose na tregoni. Tani, çaj ofroni atyre për krahësve tuaj, aktivistëve të terrenit, sovranit, kur po flisni? Ne i përkujtojmë në programin me cilin i kemi fituar zgjedhjet. Ne i përkujtojmë se sa kanë realizuar këta. Gjithësisht sa shumë nuk kanë realizuar nga i program që ne i kemi fituar zgjedhjet. Strukturat partjake, i dinë edhe njerëzit meritor cilët janë, më meritori është sovrani, kuptohet. Flas për strukturën këtu e kështu me radhë, anashkallimet që në kontinuitet kanë ndodhur dhe kjo është një alarm serios që edhe nga vetë ministrat duhet ndëgjuar, po edhe nga gjithë strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Pse si dërguat kryetarit, Ali Ahmeti, ftesë? Apo kuptoni, nuk është që jeni sekretar organizativ BDI-s. Ne majtni të bëjmë për të thani që Artani ka, i kemi me Artani, po kryetarit si që një ftesë. Kush na sheh bën këtë pyetje? Shumë e saktë është. Fatkeqësisht ndodhi ajo që asnjëherë nuk ka ndodhur, duke ditë zemërgjërsinë e zotit Ahmeti në vitet e kalume, në situata edhe më tensionume, pasi që në demokraci edhe situatat e tensionume, kur ka përplasje idesh, janë shumë normale, shumë demokratike, dhe gjithmonë ka ditë që ti ndëgjon dallimet të bashkëbisedone kështu me radhë. Fatkeqësisht kësaj radhe mori anë, do kisha thënë, nuk është percepcion i një numri konsiderueshëm të madh të votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe besoj që kjo është ajo situatë që... Okej, për këtë arsye. Ama shpjegoni ju lutem, a ka tentime për të shuar zjarrin ndërmjet jush dhe ahmetestëve? Zoti Grubi thoshte të mbrëm ahmetest, e shpjegoj pse thot vetë, se pyeta jeni juve bashkë me gjithë të tjerët në ahmetest apo jo? Po nuk da vlerëse. Me gafat e ti nuk do kisha dash shumë të merrem politike. T'jemi, të kuptohemi korekte, kom thënë edhe herëve të kaluara këto. Po pjo pës që nuk të kemi dim për çfarë probleme flasim. personale. Ne as kush me as kënd, as hatërmbetje personale, po megjithatë nuk konsideroj se ja vlen që të merremi me gafat e tij politike, siç ishte kjo që thoni më herët që E ka thënë ai, unë veç pja u kujtoj çka ka e thënë. deklaroj se zotit Ahmeti nuk i duhet populli, e kështu me radhë, uroj që t'jenë të rastësishtme, mos jenë me ndonjë prapavi, me ndonjë qëllim, pasi që të kalumen është përdëftu që ka pas raste të ndryshme që me qëllim jenë bo gabime, me shkaktu dome dhe brenda subjektit, brenda familjes. A e shini juve ahmetist, vetën tuaj ahmetist? Respekti për personalitetin e zotit Ahmeti, ju e dini që se kam fsheh asnjëherë. Po. E tash këta në mungesë Pës patkeqe. Patkeqe, Je, s'është kjo për portale, apo kur patkeqe. gjë, po për me kuptu. A mund të dalloni vetën që nuk jeni përkrasi zotëriut Ali Ahmeti? Me çfarë Për mes me thonë ahmetist, apo kuptoni sa shumë e zgjata për me Nuk e kuptu. njoh kandarin. Po se dija sonë, unë e pyeta, se mora vesh. Zotin Ahmeti
shqiptarët në kontinuitet e kanë votuar në shumicë të madhe, dhe jo rastisht kemi thënë që mandatet e kalume ka pas të arritura të mëdhaja, tjerë në revolucion demokratik me të arritura është arrit falë politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ky është ai reagim popullor që ndodh kundër këtij ekzekutivi që edhe pse nuk është fushat zgjedhore dhe nuk mund të pajtohen me mënyrën e qeverisjes që dojnë të imponojnë kjo garnitur qeveritare dhe që bën një zbehje të frymës të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të arriturave në ekzekutiv, qoftë në investimet kapitale, qoftë në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe dhe qoftë gjithçka që ka të bëjë me marrëveshje e Ohrit dhe frymën e marrëveshjes Ohrit, që realisht po bën një zbehje të dukshme, do kisha thënë, në kuadër të kësaj. Tani, pyeta me, a ka tentime për të shuar zjarrin ose për të tejkaluar dallimet mes jush dhe zotriut Ali Ahmeti? Ne nuk kemi ndonjë hatërmbetje, pavarësisht që ai mori anë. Po. Ne nuk Më kemi nëse mori anë, i vjen që është i padrejtë. Kësaj radhe mori anë dhe mendoj që kalumen është shumë e lehtë që të bëhet krahasimi. Me zotin Ahmetin nuk kemi ndonjë hatërmbetje personale. Po. Në asnjë mënyrë dhe mendojmë që është gjithë ky veprim i votuesve. Po. Dhe joni i përbashkët është mirë të Bashkimit Demokratik për Integrim, po edhe të zotit Ahmeti si udhëheqës i saj. A ka tentime për të tejkalu dallimet? Pa hatërbetje, dallimet. Keni dallime? Ne kemi bë përpjekje edhe Zotë Ahmeti thotë e keni gabim, është kështu vetë e ka thonë. E kanë gabim shok tim. Më thonë... Nuk do kisha thënë që gjithë ata njerëz që dalin nëpër salla e kanë gabim. Nuk do kisha thënë. Tani po i përgjigjen zotri Ali Ahmeti, si jo mu. Jo, nuk do kisha thënë që e kanë gabim. Dhe me një seriozitet shumë të madh duhet shqyrtohet, po pse jo edhe me një urgjencë shumë të madhe. Megjithatë, zhvillimet politike janë të shpejta, me një dinamik shumë të madhe, dhe gjitha këto të arritura, gjithë Bashkimit Demokratik për Integrim nuk ja vlen për disa njerëz që realisht janë të papranueshëm me frymën se si veprojnë dhe me rezultatet që të lejohet të një dallim kaq i madh që po ndodh brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotri Grubi na tha më brëm që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk llogarit në 2 deputet në kuptimin që nuk do të votojnë për rikonstruimin e qeverisë. Ajo u pa mbra me numra që s'janë. Qa do të thëtë kjo? Ape kuptoni deri ku ka ardhur puna. Që ai thëtë nuk llogarit në 2 deputet, juve pa mësonte bashkë me 3 deputet të parlamentit. Ishte zotrio Izet Mexhiti, zonja Kokxhiku, bashkë me zotrion Regjepi Agabova, apo jo? Jo s'gabova. Ashtu ishte. Kuptoni 3 deputet, qa i bjen kjo? Shigjoni, nëse e merrni, qeveria para prake kishte 64 numra. Po? 64 mandate të deputetëve që e përkrashin qeveri. Në votimin e mbrëmshëm, ku realisht u bashku PDSH-ja e dikurshme, dhe asgjë tjetër. Kom pyet edhe për këtë punë, zotin. Dhe asgjë tjetër. Ka 65 mandate. Okej. Dhe si konsideron Artani deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk besoj që është më i thirruri që ta trajton atë çështje. Është fakt që s'ka votuar zotri Izet Mexhiti, është fakt që zonja nuk votoi. Është fakt që ne kemi shpreh qëndrimet tona dhe nuk kemi pas rast dhe mundësi në ndonjë takim oficial që t'i ndëgjojmë argumentet dhe arsyet se pse duhet Aleanca për Shqiptarët të jetë pjesë e qeverisë. Edhe kjo është fakt që ne nuk kemi pas mundësi që t'i ndëgjojmë argumentet dhe është legjitime edhe nga ana e deputetëve që nuk e kanë mbështet. Unë nuk jam deputet, por megjithatë jam shpreh parimisht që nuk shoh moment, dhe akoma e them që nuk kam pa dhe nuk shoh moment politik që u dashtë të bëhet i gjithë ky operacioni pa nevojshëm, do kisha thënë. Nuk mendoj që i ka bë mirë as Aleancës për shqiptarët që është bë pjesë e qeverisë, po më së paku
Bashkimit Demokratik për Integrim. Megjithatë, nëse sonte thoni që zotëria Ali Ahmeti nuk është vendime të cilat i merr ose nuk i merr për të dëgjuar dhe juve dhe zërin e gjithë atyre të cilët po mblidhen në salla në tubime për ta thënë këtë gjë, ai tha që po flasin për hatërmbetje, pse filani, jo fisteku. Jo. Nuk ne jemi njerëz publik dhe bëjmë deklarime publike. Në takimin e parë në studion e qënë, me dojë edhe ne më të kolegëve, jam shpreh që asnjëri prej ne nuk jemi të interesuar. Këtë ja kemi thënë zotit Ahmeti që në takimet e para, që kemi pas vërrejtje kundër disa emrave që t'jem pjesë e qeverisë. Dhe nuk kemi kërku që t'jemi pjesë e qeverisë. Dhe është shumë parimore kjo. Nuk ka të bëjë as me asnjë lajk të më të tjeshme. Është shumë parimore. Që me kuptu drejt, keni thënë që nuk është që ne duam t'ja zëmë vendin Artan Grubit. Ja, vendi nuk është i Artan Grubit, vendi është i Bashkimit Demokratik për Integrim, pasi që ka fitu mandatin, Artan Grubi mund t'a ketë dhe blerim bexheti vendin e vetë të shtëpia e vetë. Brenda Bashkimit Demokratik për Integrim vendosin forumet, organet e kështu me radhë, që kush do jetë edhe çka do jetë, dhe shumë normale të ketë edhe dallime. Po duhet ju rikujtoj edhe juve edhe gjithë opinionin. As një zëvendës kryeministër nuk arriti t'i mbush sallat për plot me njerëz duke protestu për mos realizimet për programore dhe mënyrën se si qeveris dhe si bëri arriti që të bën përçamje në struktura. Përveç Që po dëni me thonë, as një zëvendës kryeministër si mbushi sallat? Kjo është më i suksesshmi në përçamje dhe në protest nga votuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim që reagojnë në takimet tona. Po atëherë është individuale, për individ, se zoti Grubi nuk ka kryetari BDI-s. Normalisht që nuk është kryetari BDI-s dhe jo rastisht them që ai dhe disa vartës të tij janë shkaktar të mbjelljes së kësaj frime përçarëse brenda Bashkimit Demokratik për Integrim dhe mos realizimit të përcaktimeve programore të Bashkimit Demokratik. Zotri Grubi tha i kom ofruar dorëheqjen time kryetarit Ali Ahmeti dhe ka në tavolinë. Atëherë po i bjen që zotri Ali Ahmeti s'po don. Nuk jam njeri teorive konspirative dhe nuk dua të komentoj çka ka fol ai me kryetarin. Po e di që edhe ata dy mbledhje, se vetëm dy mbledhje të kryesisë partisë janë mbajt, në ata dyja nuk ka ofru dorëheqjet nga pozicioni, asaj as një tjetër nga kolegët, fatkeqësisht një nga kolegët u tërhoq dhe nuk i dim arsyet, rrethonat dhe... Për cilin kolegi keni fjalë? Kolegëve të tij, them. Naser Nuredini, nuk i di arsyet, rrethonat. A pse nuk është në qeveri mo? Sepse aty nuk ka shpreh vullnet dhe gatishmëri që të tërhiqet. Tash në përzyra kush çka flet, unë nuk mund ta di. No, po ashtu e tha publikisht, prandaj po a them që jo... Ai tha edhe disa gjëra tjera publikisht që nuk kanë të bëjnë me realitetin politik dhe me të vërtetën. Me cilat, për cilin e keni fjalën? A përshini sa me qetësinë, sa me kujdes pyes që të di për çka keni fjalën mbrëmishte? Unë nuk e kom dëgju krejt. E kom dhënë dorëheqjen, ju thoni se ka dhënë dorëheqjen. Nuk e kom dëgju krejt, po kontekstin politik kur thot që bashkëpunëtorët mi që i kom edhe në kuadër të aktivit politik, ma përcollën lajmin gjoja se në vitin 2016 nuk ka pranu askush. Po, e ka thonë. Kur kush nuk pati, citoj, askush nuk pati guxim t'i printe. Bi një muj kam tentu që ta bind zoti Rahmeti dhe nuk do e kisha thënë asnjëherë. Dhe për këtë është dëshmitar edhe shefi i shtabit aso kohë që është i papranueshëm për elektoratin. Dhe tendencat të atilla, domethënë për atë nuk duhet lishohem se... Ama atëre kush i ka fajet për gjithë këto mohabete që dalin në publik, edhe nuk po qartësohen. Dëgjoni, nëse emri i përbashkët është Ali Ahmeti. Për të arriturat dhe mos të arriturat e programit Bashkimit Demokratik për Integrim, jo jeni dëshmitar dhe opinioni që ne kemi qenë të hapur edhe në mediumet debatojmë, për edhe në salë para njerëzve e kështu me radhë. Po deshtat ju
ndoshta bëra një defokus të panevojshëm për atë që thatë që ka ofru dorëheqje. Unë jam dëshmitar okular, edhe në vitin 2016, atë që e ka thënë mbrëm këtu, që nuk ka të bëhe me të vërtetën. Dhe bile, kishte shku edhe më larkë se gjëja se njerëzit prej përgjimeve janë frigu e kështu me radhë. Ashtu është. Dhe unë mendoj që edhe në ato deklarime a i vazhdojnë që t'i bënd dëmë Bashkimit Demokratik për Integrim. Në ata përgjime, i përgjuari më shumë ka qenë zoti Ahmeti dhe ne të tjerën pastaj. Dhe është bërë një keqpërdorim i bisedave private. Dhe nësa i ka pasi mundësi të eliminimit të atil, besoj që publikum kupton se ku ka dashtë po e në tonë. Me gjitha te, besoj... Për fjallë nderi, s'pe ju kuptaj, po thoni nëse a i ka pas mundësi në eliminimet, qëka është kjo? Nëse aje shë se shkaku i përgjimeve si që ka dashtë me shqit. BDI-a, askush për BDI-s, se askush s'pas ka dashtë. Nësë është e vërtet. Okej. Bi një muj kom tentu të bind kryetarin Ahmeti dhe është dëshmitar edhe shefi i shtabit, zoti Bekim Neziri atër, se është i papranushëm ndër qytetarët dhe kam droj, kam frikë, që nuk do dalim mirë me vota. E kuptoj këtë pjesë, ama kjo nuk do të thëtë që kjo s'ka qeni vetëm i kandidat. Jo, po thëni që ju keni dashtë me bind, kryetarën Ali Ahmeti mës me pranu. Që mës me pranu këta. Jo, unë s'kam asë gjo personal, nëse ka dhëndo një kontribut për Bashkimin Demokratik për Integrim... Mës më keq kuptani. Ju po thëni që ajë s'ka qeni vetëmi që ka pas gudzim. Po ju i keni thënë kryetarit mës është në listë, mës është i bartës. Ju nuk po thëni që s'ka qeni i vetëmi që ka pas gudzim. Jo, ma e së shas pak e vërtet, që ai pas ka qenë i vetëmi që pas ka pranu se tjerët s'kanë gudzim. Kështu e ka thonë. Ata e në fraza, pralla janë, nuk janë të vërteta, as pak. Deshta dalë me një teori tjetër që është qjellu, nëse mas i po apostrofoni, dhe pse nuk du të polemizojmë në distancë, ku thirët në përgjimet. Përgjimet kanë qenë dhe ka pas qëndrime edhe oficialet Bashkimit Demokratik për Integrim dhe jo rasisht e përmenda që personaliteti më i përgjum ka qenë zoti Ahmeti. Dhe është bo një keshpërdorimi bisedave të lira, private, të lira ndërmjet shokësh e kështu me radhë, dhe teoria se ata pas kanë qenë përgjum. Hajde unë tash dhe bëj një pytje hipotetike, për dhe zoti Ahmeti ka qenë i përgjum. Cilja është përgjigja e ata në grupit të të? A e kishte për listat për garën dhe bartës të lizën zonën. A e për atë pjesë e kishte, jo në nivel... Për cilën pjesë? Për pjesën e qajirit dhe? Për pjesën e qajirit, ashtu e thashtë. Le të flasin aktorët atë hershëm, unë flasë për... Për zonën në? Nuk mundet për 2016 të flasësh vetëm për një pjesë. Kjo ishte ajo që tha, se s'qem avokat, po mbra më tha kjo. Jo, nuk... Pa u kesh kuptu, se kështu e tha saksisht, jo që foli për përgjime, po tha... Fodit nuk është shumë e rëndësishme se që ka thënë unë, dhe të du të sqaroj që nuk ka të bëj as pak me realitetin ajo. Oke, tani, juve personalisht, hyrjen Aleancës për Shqiptarët në qeveri, e shehni sakt se shë të dimë, kuptoni. Dëgjuam deputet, po a shpjegoj pse. Dëgjuam shumë më direkt ishen, se sa që jeni ju vësante, në këtë pik, ishte deputetja e vëmëros Eli Panova, cila tha që do të blenj një ditë më tepër, do t'i minimizojnë grupin e zjarët, dhe do t'a përforcojnë vëmenjen që e kanë marë për momentin me hyrjen Aleancës për Shqiptarët, e mbrojtët ata në grupin, por ai me ju do t'jetë vetëm për aq kohë sa të jeni në pushtet. Ishte shumë më direkte. Nuk e kom dëgju, ndë jem shumë i hapur dhe shumë i drejt për zdrejt. Moment politik për kyqen e Aleancës së Shqiptarve në qeveri nuk ka pas dhe nuk ka. Motivet, arsyet, do shihen ditëve në vijim, si që shumë rasti ditës sotit, ku në ditën e parë qeveris, për herë të parë ndodhë kështu në mënyrë shumë publike, një ambasador i një shtetit rëndësishëm, që t'ju shkruan letër grupeve parlamentare, qeverisë e kështu me radhë, për një ligj që ka të bëhe me lojrat e fatit gjithësisht që është një kuadër gjithashtu i afërt me ardhan grupin që u dheq. Për të në ambasadore keni fjallin? Që me di për kom për falni? Kush ka dërgu letër? Ambasadori Austriak, ashtu Okej. Besoj që Austria është shtet miki. Veç pyta.
shtet mik, Për me di fakt për kanë ngejë. edhe i shtetit, po edhe i shqiptarë. Okej. Edhe i shtetit. Ka dërgu grupe parlamentare. Ashtu ishte në... Okej. Ashtu lexova, ashtu e pash dhe mendoj që është indikacioni mjaftueshëm se kjo qeveri vazhdon të më gjithësisht mos ecë në rrugë të duhur. E tani, kjo a lidhet me atë që dëgjova pak më herët tek tubime që kishtin të Çajut, që fati, si e thatë fati, popullit nuk është te lojrat e fatit, ishte kështu e kam dëgju drejt, apo te kazinot si thuhet më popullor që. Mirë, ajo ka të bëhe se Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk ka pas interes që të ketë akses në ato pjesë. Mendoj që është e domshme, shtetet e rajon kanë bëhe dhe mbyllje, i vetmi kuadër që nuk është promovu nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, ku është drejtor në atë institucion Lotaria e Maqedonisë që i thënë, me siguri ka pas droj edhe atëherë që nuk është promovu, dhe fatkeqësisht po lidhet me afërsi politike, flasim me Artanin këtu. Edhe kjo është normalisht një shqetësim më i gjerë, se nuk ka pas asnjëherë tendencë që ne të kemi atje në vende udhëheqëse. Për çfarë arsye? Pse të kemi? Vetëm për arsye të traditës, të Për normalisht, fesë, pse shumë arsye. Po, se jo që s'luajnë shqiptarët kumor. Urdhëno? Jo që nuk luajnë shqiptarët kumor, jo që nuk janë kumërgji. Megjithatë, në këtë kohë të krizës socioekonomike, mendoj që nuk do ishte prioritet i duhur për Bashkimin Demokratik për Integrim. Po për kundrazi e kundërta. A kur jemi të pjesa e aleancës, atë që e thash, ne para një viti kishim krizë. Sakt. Numrash. Alternativa u bo pjesë e qeverisë, alternativa me aleancën ishin bashkë, në zgjedhje, dhe mendoj që me ata numra 64 do ishte mjaftueshme që të vazhdohet, dhe këtu lindin ata dilemat edhe në opinion, edhe të shumë kush që nuk i ka informacionet të dura, sepse gjithë ky akrobacion të ndodhë. Po që një akrobacion? Po aktivistët kur i thojmë pse hinë aleanca për shqiptarët në qeveri, edhe na si kemi drejtëri tona, si kemi njerëz ku mundim më drejtu, apo kuptoni, është shumë njerëzore që apjo pës. Po, shumë normale. Se nuk është ashtë që ata do jetoni cirkus po bëhet. Me pushtetin menaxhon ai që i fiton zgjedhjet. Ashtu është me pushtetin. Tash juve po thoni që ju i fitua zgjedhjet, Artani po e menaxhon. Korrigjoni nëse kam gabim. Bashkimi Demokratik për Integrim i ka fitu zgjedhjet. Po. Dhe në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim ka struktura. Po. Dhe Artani po e keq menaxhon dhe po e keq përdor fitoren e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe po thoni se din Alameti këto. Edhe herë në fund ju kompliketin që të komentoj e din apo se din, unë shpreh opinionin tim dhe të një pjesë të konsiderueshme të votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim që na ndëgjojnë. Unë apajtohem deri në fund. Ata do japin vlerësimin e tyre. Ata do japin verdiktin e tyre. Po megjithatë, në këtë kohë kur nuk ka fushat elektorale dhe në gjitha vendet ku shkojmë na ndëgjojnë me shumë vëmendje, na parashtrojnë pyetje, bashkë bisedojmë, nuk ka qytet që nuk i ngren këta shqetësime. Ju kujtohet edhe juve sikur mu. Parolla kryesore në zgjedhjet e fundit parlamentare ishte Naser Zyberi, kryeministri i parë shqiptar. Tani, po thoni që Artani ka fal pse s'kemi kryeministër shqiptar. Ja. Jo. Kush i ka fal? Ai keni fajet jo. Artani ka fajet që premtimet e kandidatit për kryeministër shqiptar nuk i realizon. Qysh mi realizu premtimet? I realizon në qeveri se Naser Zyberi ka qenë kandidat për kryeministër shqiptar nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po, dhe kjo ka qenë kryefjala, pajtohemi. Premtimet e zotit Zyberi kanë qenë publike të shkruara. Nëse bëhet kryeministër. Ata janë pjesë e programit tonë. Nëse dojmë me loj fjallësh. No, po pës, nuk po luj me fjallë, për fjallë derit jo. Kryefjala ishte nëse bëhen kryeministër, këto punë do i bënë. Po, atëherë, si mbas kësaj logjike që tenton Artani ta promovon, atëherë mas i subo kryeministër 4 vjet, ne Bashkimi Demokratik për Integrim mos jemi pjesë e qeverisë. Ne kemi dignitet politik si Bashkim Demokratik për Integrim. Dhe integritet plot.
dhe jemi shumë parimor në komunikim me qytetarin. A prisnin që në zgjedhjet e reja të him me kryeministër shqiptar, edhe ma direkt, që mu përmbush premtimi. Nuk përcaktohet ajo nga vetëm unë, megjithatë unë do të jem më i kujdesshëm. Ma prisni, po jo, po nga performanca deri tashme, nga vendimet Kemi një marrëveshje po, ka marrëveshje politike publike. Kemi një marrëveshje politike publike të deklaruar aso kohë nga zoti Ahmeti dhe zoti Zaev se 100 ditët e fundit të kësaj qeverie do të jetë kryeministër shqiptar i propozuar nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe unë këtë e besoj. A i presni ju që BDI-a ju i do realizoj, juve si BDI? A do realizoni? A pëtë njësa njerëzor është pytja? Gjithë fushat është boma. E pres që do realizoj. E presni dhe më thonë. E pres që do realizoj vetëm nëse, vetëm në dileme kom nëse ndërhin dikund në negociata artani. Edhe e djek edhe atë. Po. Wow, e ku qënë kjo Macedonin? Ku e qënë kjo Macedonin që juve si BDI ta mbani premtimin që në 100 ditë të fundit të mandatit të kësaj qeveri do të keni shqiptar. Ku e qënë këtë qëtet? Macedonia do jetë edhe më demokratike, do të bënë një reflektim të realitetit në shtet, ku populata shqiptare është e dyta në numër dhe nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht. Mandatet e ardhshme edhe më shumë se 100 ditë tjetë kryeministri shqiptar, dhe është shumë normale, shumë demokratike, shumë civilizuese. E nëse nuk bëhet në 100 ditët e fundit, si do i lypni pra besimin të elektorati? Unë nuk duhet përgjigjem në pyetje hipotetike, me gjithë respektin ndaj jush, të duhet besoj në marrëveshjet parimore. Në nënshkruar se kim pa që është nënshkruar. Zgjedhjet e ardhshme, e thatë edhe vetë ma herët, ta denojmë, tash kush me kënë, zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ku e shini juve vetën, a shini juve vetën prapë me këtë BDI, e shini juve vetën me këtë BDI, po thonë me këtë BDI, kështu si që jeni. Tash si do të bëni mrena ndryshimet nuk e di, kështu jeni aktualisht jeni këta. Ne jemi në vazhdën e komunikimit me mbështetësit e Bashkimit Demokratik për integrim për devimin e kursit politik nga në situatën e krijuar nga ekzekutivin, gjithsesi nga ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe një grupim shumë i vogël që edhe ju ma parashtrut pyetjen çka do bëhet me ata drejtore kështu me radhë. Unë e thash shumë publikisht edhe në fjalim. Fundja e fundit me kështu gabime eklatante nga zëvendësia ma mirë mos me qenë pjesa. Për ju dhe jetë nder dhe krenari që një person i tillë ju shkarkon, pasi që nuk dihet kush i ka negociu dhe i vjen që Aleanca ka qenë një gomë rezerv për pjesën e pushtetit që ka pas alternativa dhe mendimit të rishëm brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, pa ajo është çështje e tyre, jo e jona. Dhe ky bën një spastrim sipas këtij. Sipas këtij, gjithnjë sipas atij, them, sa e di unë nuk ka negociu dikush, nuk di edhe kush ka negociu. Edhe bën, dhe është shumë legjitime që përkrasit, qytetarët, mbështetësit e Bashkimit Demokratik për Integrim, ta shkarkojnë atë mënyrë shumë demokratike. Po qysh e shkarkojnë? Po me reagimet të ndryshme që janë suaza të rregullave demokratike. Ta shkarkojnë një herë mirë. Edhe s'ka asgjë të keqe. Pasi që çdo njeri i emëruar është shumë e natyrshme edhe të shkarkohet. Edhe s'ka asgjë të keqe. Po mo qysh me çfarë procedura? Po pys pa të keq, që më na kuptu prej korthoni me u shkarku. Zëvendës kryeministri qysh sovrani ka votu parlamentin. Kisha bën një pyetje ty. Po ju dëgjoj vallaj. Po jo. Për zotin për dëgjoj. Po të kishe qenë ti në vendin ati dhe gjitha ta njerës në për sala... Qa kishe bo? Po, qa kishe bo? Dhe qa kishe të bo ju? Unë isha të rehek. Ishe dërheq? Po. Më thonë pavarësisht se qatë thët Ali Ahmeti ishe dërheq. Po, isha të rehek. Ishe dërheq. Kretar me kretë respektin, do vazhdoj t'jem shërbim edhe t'juin si kretar, edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, po këta njerës, masi a është defekti imi që s'kum arrit t'i bind, apo e kam gabim, apo e kam shumë mirë. Megjithatë, brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, ka plot njerëz që mund t'i bëjnë këto punë, ka djemë vajza që mund t'i bëjnë edhe isha të rejtë. Dhe jo rastisht ta bëra pyetje. Po, kuptoj. Konsideroj se të rrallë janë ata që nuk do ishin të rejtë.
të rrallë janë. Tani edhe vendimet janë të Ali Ahmetit. Apo po thoni ndryshe, nëse ky s'dorhiqet. Unë folë për Artan grupin. Po, okej. Dhe disa të tjerë i din ata mirë. E ka emën që të dim edhe na? Dhe i disa din tjerë, ata- është pa përgjith. Të cilët ne kemi debatu në atë letër të vogël që i është duk Artanit një fletushk si në Korenë e Veriut, që ajë dikur thoshte si në Korenë e Veriut se 98% e mbështetin qeverin, e bashkimit ministrat e BDI-s, ajë dhe kolegët bashkëpartiakët tjere mbajnë mend, dhe ne humbëm një zonë shumë të rëndësishme në Pollok zgjedhjet lokale, dhe ajë nuk pat as një tro përgjithësi, pasi që ka të instalum një parim në Bashkimin Demokratik për Integrim, se përgjegjës dhe meritor për fitoren e zgjedhjeve lokale është ekzekutivi, as atëherë nuk u dha llogari, as për mos realizim të investimeve kapitale, as për zbatimin për ligjin përdorimin e gjuhës shqipe, as për përfaqësimin e drejtë adekuat, edhe pse lavdrohemi dhe mburemi se për herë të parë shkaku i numrave dhe konstelacioneve tjera që janë pjesë e politikë bërjes maqëni, kemi pushtet real, po ku po shkon ai pushtet? Dhe fatkeqësisht ja kemi ardhur të flasim për kazinot, kemi ardhur në situatë të flasim për gjëra tjera dhe jo për të arritura Zoti Grubi tha që nuk i di ku i kanë marrë ato shifra kur kanë thënë që vetëm 2% janë projektet pra realizume, kurse kur e kemi buxhetin, me buxhet janë të realizuara 80%, 76, 79, so ishte më... Se di sa ne i dham shifrat, u caktu aso kohë që ta ndërmjetëson Sadullah Duraku, një takim, jo ta ndërmjetëson, po kështu ta menaxhon, dhe në mbledhjen e radhës të krahasohen dy raportet. Dhe fatkeqësisht nuk erdhi deri te ajo, ku i kemi marrë, a i din mirë, po a i ka tani në do megafona, ka kështu, ku i kemi marrë, të mos puna ati i kemi marrë. Të mos përgjithësia ati, të mos transparenca ati, dhe të mos llogaridhënia e ati, dhe kolegëve të ati. Po i përthot që i kemi dhënë detyrë neve si ekzekutivi i ri që ti përmbushim të gjithë ato punë që një kohë Ka shumë një gjatë se zhargon kena bo. popullor, thot gjuha nuk ka kocë, edhe unë mund të them çka duhet, dhe ai mund të thejë çka duhet. Faktet. Faktet flasim. Unë në Saraj mund të bëj 3D-ja, sikuraj plot edhe do portale, dhe të thëmë gjithë çka është rregull. Po qytetarët, pasi që jam kryetari i komunës, qytetarët e shohin, e prekin gjendjen reale. Në atë gjendje reale po thonë që dhe poliklinika në Saraj s'është bo, shumë herë keni thonë është bo, i kemi bo, po s'është bo. Po edhe këtu ai thotë që është bo. Jo s'të mune, unë për thonë që për thonë qytetarë, tu Ai thotë është bo, edhe unë e thëmë së është bo, ai thotë është bo. E çka të bëjmë? A më ju e keni premtu, ju e keni marrë votën, jo Artan Grubi. Këtu është ai problemi që Bashkimi Demokratik për Integrim është më i madh se sa Artan Grubi. Dhe ai nuk don ta kupton. Më të kupton çka që po i shkel fjalën që keni dhënë ju për t'i marrë votat, ose për të siguruar fitore. Që nuk ka suksese, që nuk ka realizime, dhe ne për ambicjen e tij nuk mund të heshtim para qytetarëve dhe të them edhe unë që poliklinika është bo, kur nuk është bo. Edhe pse është nisë në qeverinë e kalume. Po, 8 vjetë premtot kjo. Jo me këtë qeveri. Dhe komunikimin për atë poliklinikë e kumbajt me Bujar Osmanin. Po. Më thonë nuk është me këtë qeveri veç, po asë këtë qeveri s'po e bënë. Po pse dele gënjen opinionin? Pse dele ta mashtron opinionin? Pse dele ta mashtron opinionin që është bo? Pse dilni e premtoni pa e ditë që realizoni zotri Begjeti? Urdhno? Pse dilni e premtoni pa e ditë se si realizoni zotri Ne Begjeti? flasim me qytetarët, se tjera herë kemi folë shumë hapur për gjërat që i kemi realizu dhe që nuk kemi arrit të realizojmë dhe ju kemi tregu në emër të llogaridhënieve që kemi pas. Atash kemi pas situatë ku fatkeqësisht nuk kemi pas edhe kryesit partisë dhe vetëm 2 mbledhje kemi mbajt dhe një konsultative paraprake me kryesin e kalume, edhe ne nuk kemi pas edhe ku i themi. Kur një taku për herë të fundit me kryetar Ali Ahmeti, me që po thoni s'kena pa kujt mi thonë? Nuk është problemi i raportit kur jemi taku. Po kujt mi thonë ndryshe? Kujt mi thonë, qa, me zotin Grubi du të mu taku ju?
për mu realizua të projekt, apo me Zotri Ahmetin? Zotri Ahmeti i thirë organet dhe në ato organe diskutohet. Dhe më thonë, jo vetëm direkt në Zotrin Ahmetin, por me organe. Zotri Ahmeti o dhe heq Bashkimin Demokratik se pyetja është kurin e taku me Zotrin Ahmeti për jetë normal edhe nuk ka pas mbledhje dhe nuk kemi komuniku për këto çështje. Fatkeqësisht nuk ka pas mbledhje dhe nuk kemi komuniku. Dhe unë e thash edhe në fjalim, ne jemi e vetmja parti që edhe kësaj radhe nuk kemi debatu për ndryshimet që ndodhen në qeveri. Me thonë, takimi fund t'i kryesys kur ka qenë? Dikon në mujnë nëntor. Prej atëherë s'keni folë as për ndryshimet në ekzekutiv, as një gjë. Deri kur do të kërkoni shkarkimin e Zotrit Grubi, që të di me afat, sepse kanë betë edhe pak kohë, deri në zgjedhje, nëse besoj që pajtoni se një 3/4 të mandatit shkuan prafërsisht. Se deri në korrekt bëhen 3/4 në fakt. Tash ne flasim për takime me që i bënë, me qytetarët, me votu, strukturat Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe normalisht që duke i ndëgju ato, ulemi pas çdo takimi, jo më njerë, se në është e pa mundshme që të gjej mundësin, dhe gjithë kohës kemi reflektu, kemi kërku që të ketë reflektim. Nga? Për situatën e kryu, nga bashkëpartiakët tonë të kryesisë partisë, dhe normalisht kuptohet më i thirrur i ndërnesh nga kryetari i partisë. Fatkeqësisht deri tash nuk ka pas ndonjë situatë të tillë, dhe do vazhdojmë të komunikojmë me mbështetësit e Bashkimit Demokratik për Integrim. Deri kur që të dim? Deri kur? Tani deri kur do t'ju dëgjojmë që... Pse duhet këtë afat? Po, ju ma thoni, pse s'do t'ket afat? Pse komunikimi me bazat është, mendoj që është i shëndetshëm. I shëndetshëm, po në atë bazë, kryesisht po mirën me këtë ekzekutiv të BDI-s dhe jo me realizimin e premtimeve. Është kështu? Apo gabojmë e kam? Për realizimin e premtimeve, duhet të flasin ata. Ata duhet të regojnë sepse i kanë dhënë vende shtes nga kolaçi i Bashkimit Demokratik për Integrim Aleancës për Shqiptarët, duke pas numra. A e në eliminu të gjithë ata që mendojnë si ju? A e në eliminu? Sa drejtore kanë mund punë? Ndoshta ju mund të keni më shumë informacion. Amo ju i keni kolegë, ju i keni kolegë. Jo, nuk kemi informacion se kush cilët vende janë e kështu me radhë, ta them me përgjithësi plot, ne i marrim vesh prej medjave, se më pyte pse se keni thirë Artanin ose atë. A i ka bo uzurpimin e Bashkimit Demokratik për Integrim? A i dhe varësit e ti, nuk është e rastit që është kryu a i percepcion se janë shëndru në uzurpator të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në bas cilëve kritere, janë bo gjithë këta matematika. Për cilat matematika? Pse qka mësë më realizu, qka më realizu? Po. Një të realizimi, 2 të kyqe Aleancës për Shqiptarët pa nevoj, 3 të ndamja e kolaçit, që gjithëherë ka pas një konsultim me bazat e kështu me radhë, pasi që me gjithate bazat janë ata që bazamenti që e kanë bajtë Bashkimin Demokratik për Integrim. Kuptaj, shkrujta ma herët, formën e saksis, si e tha zëvendës kryeministri Zotri Grubi, për çështjen e numrave, se e mori si një qeveri të numra të qëndrueshëm. Nëse e përkthej dhe më lejoni, a i bjen kjo që... Ambicjet me çdo kusht kalojnë në ambicje të smura. Ambicjet me çdo kusht kalojnë në ambicje të smura dhe të dëmshme, edhe për individin dhe për tërë situatat e kryuar. Një bëthën ambicjet për kryetar lëk, eventual të Zotit Grubi. Jo, nuk fla. Ama për qëra ambicje? Zotit dhe është jetë e shdet, Zotit Ahmeti. Amin. Dhe nuk është ajo temë në diskutim. Nuk është temë. Pavarësisht që tentojnë ta shtjellojnë. Ama qëfar ambicje, bro? Për qëfar ambicje keni fjallë të kujtë? Kemi dhënë mundësin si Bashkim Demokratik për Integrim t'jesh ministër, drejtore, kështu me radhë. Nuk ka arrit realizojsh, duhet s'postohesh, duhet të tërhiqesh dhe t'jipet një mundësi. Minimalisht ne jemi të vetëdijshëm. Kjo është buxheti i fundit i plot. Dhe kushdo që tjetë, e dim që nuk do të mund t'i realizon ata që si kanë realizu këta. A i duhet vjetë flase këtu për implementimin e gjuhës Shqipe, konform ligjit votum.
dhe duhet flet në detale dhe 2 orë mos i dalin. Jo ta eviton si kur problemi të inspektoratet. Të vjet blerimi. Jo, ajo është thirrje për inteligjencën e atyre që më dëgjojnë. Pavarësisht që ka kriju 20 portale 30 tani. Nuk flas vetëm për atë, si ekip, e thash me varësit e ti. Njerëzit kanë dhënë shumë mund, shumë ma shumë se sa mund për ligjin për gjuhën shqipe. Tani më është e nevojshme. Që vetëm të vijet flaseve të koridorit 8 që 3 vite dhe normalisht do vije koha kur një ditë do fillojë, po të flasim për pastrimin e lumeve, kanalizimet, ujësjellsat, rrugët, shkollat, qerdhet e kështu me radhë. Ku janë këta? Ku janë? Në dalën e tregoje ku janë? Dhe sa është vlera investive? E tani ama bëni një Ka të krahasim. bëjë me hatërbetje. Ama bëni një krahasim. Për shembull, ma thoni, ju lut na shumë, se keni qenë edhe vetë ministër. Po. Kur ishit në kabinet. Përpara kishim kaq, tash kemi kaq. Pikërisht për temat që po i hapni. Përpara tani po i është bëj bo edhe ka aktivistin përpara tuaj në është Saraj. bo, ka 10 Kryetar orë- tregom jo, çka jo, keni bo. Që të tregoj çka keni bo. Ka 10 orë bledhje në parti është bo, deri 10 orë bledhje, Po. 10 mbrihet buxheti që propozon Bashkimi Demokratik për Integrim për shqiptarët a 25%, buxhet pjesa e investimeve kapitale flasim që janë të përbashkëta, pasi që ndërtohet një spital, ajo është i përbashkët për gjithë qytetarët dhe tjerët. Ti ke prononcim që ne nuk kemi kundër, edhe të kryeministrit Kovacevski, ku thot Maqedonin Lindore edhe rrugicat janë kry krejt. Le t'hin pak ka pjesa e komunave shqiptare dhe le t'she, ku është decentralizimi? Ku është? Unë ju pyta që keni bo juve që më në thoni në kohën tonë, Ne neve partanin e kemi bo këto s'pe bojnë. Jo ne personalisht. Unë një mandat këmë qenë minister. Po, pa të keqe e kom. Qeverit e kalume. Një njësi krasim të Qeverit e kalume. Minimalisht i kanë debatu me organet, me strukturat. Mo debate si prodhon qelët. Jo, dhe ka të arritura. A si prodhon kanalizime? Po ka të arritura, Fatmir. Mo nuk kanë zaja, s'ko kanalizim në 19 vjetë zëti kryetar. Në mandatin e kalum, një qerë dhe u bo para prakisht para ati mandati shkolla e mesme në Saraj, rrugë, kanalizime, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pse tash nuk ka, që 2 vite diqka? Ta përmenda, filloj poliklinika në mandatin e kalum, e tjetra, e tjetra. Pse tash nuk ka? Po dhe pse poliklinika juaj s'është ju, apo në thoni publikisht Artani ka fajt pse s'është? Po normalisht, kush? Amo pse? Qysh më argumenton? Dhe lishon një koleg të vetin, ku del thot, qdo projekt, tani më ka edhe vullën e Artan Grupit. Pa dhe këto kom një përmen, ja kom përmen. Ka vullën edhe të dështimeve të Artan Grupit. Dhe për ata dështime, ai duhet tjetë transparent, logaridhënës dhe përgjithësi tjep. Dhe me gjdo kush që të mbajnë pozicionet, dojnë t'ju ikin. E që mos harrojnë që shkur të Shqipje po thoni BDI-a joj s'po punon kur gjo. Kështu po e thënë. Ta s'po punojnë. Apo më BDI-a juaj është. Së është imja, e juaj është. Ta e dëmtojnë Bashkimin Demokratik për Jo po thoni son të BDI-a na s'po punojnë. Jo Artani, po na BDI-a. Jo. A qësh jo? Unë thash që kemi punu dhe nuk është e rasti që kemi fitu mandatet. Dhe në fundit në demokracia është shumë normale edhe votusit, strukturat që ta parapëlqenë, këtë një pëlqeshmëri për x persona që dhe jenë në pavarësisht si e kanë emri në disa funksione. Dhe është shumë e rëndësishme ati që ja jep kam zhikun do kisha thënë me fjallë populore, mos e përdor për përqamje dhe t'ju mëshon bashkëpartjak vetë pa nevoj. Pa nevoj. Kujt? T'jemi ma konkret, që të di. Ma konkret, portalet që a i indikon. Amo portalet dhe bashkëpartjak jo në dalim. Ju thatë, bashkëpartjak vetë me kam gjik. Kujt? A ka personalitet që nuk e përqeshi? Amo s'ko të bëj, kjo ju të tërsan këtë të thonë. Këtë të thonë që aj bashkëpartjak të vetë me kam gjik. Kjo është kam gjik është. Në më thonë, qështja për mes portaleve, po thoni që po ju sulmon juve. Po kënë e sulmon? Po ju në televizion, sonë të jemi direkt, zoti. Veqet e lut na shumë. Po thomi ju BDI-a, po thoni që nas po punojnë. Të arriturat në këtë mandat në investimet kapitale janë të vogla. Të vogla janë. Lartë të dëshirumes. Për cilin projekt e keni fjallë?
Për koridorin 8, thatë unë, 3 vjetë po folë për koridorin e 8. Për programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, do normalisht jam në komunikim të përditshëm me kolegët kryetarët e komunave, se ata duhet të banë në ndonjë lokalitet të caktuar. BDI-ja nuk është aq e vogël sa e mendon Artan Grubi dhe disa ministra që aq me 2-3 investime dhe shumë mirë që e ka, shumë rregull. Jo. Buxheti dihet sa është dhe ku shkon ai buxhet dhe sa realizohet dhe pse nuk realizohet. Megjithatë projektet i bëjnë komunat. Po, sakt. Dhe ne dim sa kemi projekte. O më na thoni sot herë keni aplikuar dhe s'ju ka përkrahur qeveria. Plot herë. A më sa me numra. Cili projekt, për cilën arsye? Ju kanë refuzuar. Tash nuk du ta bëj problem lokal të komunës Sarajt. Argumente që mundeni mi thonë publikisht me ditë saktësisht edhe neve dhe qytetarët me ditë për çka keni fjalën. Se tani, atë bëjmë shumë fair. Shumë fair. Ju i thoni banorëve tuaj, të Sarajit, të gjithë atij rajoni, me gjithë respektin që punë si kemi kry, sepse artani s'pona e paret. Shumë e vërtetë. Është kështu. Po. Për çka s'ju ka dhënë pare? Ose s'ju ka aprovu projekte, të thëmë drejtë, që mos të kuptona Shtëpia e kulturës. Oke. E keni që projekten, s'qa u ka miratu? Vetëm 1 milion denar mi ka lishu qeveria për projektim. Qesharak. A mos e dim na që ka i bjene vetëm 1 milion. Okej. Unë dhe thëmë, para opinionit se i ndjej obligim. Liqeni Treska. Ka 3 muaj nuk mblidhet komisioni. Bas ligjit janë antarë të disa ministrive, ujësjelësi. Lumi, Reka, prej Bojan deri në Glumov, ku dirdhen kanalizimet dhe ku është shëndet për njerëzit. Bojan, Laskarc, Bukovic, Semenish, Qajlan, Arnaqie poshtë me Glumov. Njëna Rek dhe Reka tjetër në Spillar. Për këtë që moti është projekti i kry. Kur i bjen moti? Moti, kur i bjen, që me i ditën e kur? Për me mujtë me vazhdu me po. Me data nuk jam duke folë. Po du me thotë, në këtë qeveri kiti kini bo, në kësaj qeveri kini dërgu kitë të projekte. A e kuptova drejt? Po i kemi regullu, ne tash i kemi artu si projekte. E përbeda rrugën Sfillaret, e përme ka 4 vite që i konfitu mjetet, në kuadrë mjetet nga fondet huja që, në kuadrë të Ministrisë Transportit, edhe nuk po realizohet. Që tjetë ironia dhe më e madhe, projektin që e kanë hartu vetë nuk e pranojnë. Projektin që e kanë paguajt dhe e kanë hartu, vetë nuk e pranojnë. Tash, që ka të bëjë? Hajde tash edhe njerë të bëjna projekt tjetër, në emën procedurave. Ata mund t'ja të regon dikuj që nuk kanë eksperiencë, unë me gjithat e kam një eksperiencë, bukur të madhe në institucione, dhe i di si me qëfar dinamike mund të vijë edhe deri të shpërndamja e mjeteve, kështu me radhë dhe kështu me radhë. Dhe realizimi i tyre. Zoti kryetar, ka po shkon BDI-ja? Për këta shqetësime ne flasim, dhe ne themi edhe një fjali, nëse ne nuk jemi ndrejt, nëse ju na e thoni, ne dim edhe të ndalemi. Ka po shkon. Po nësi i shiqoni edhe hulumtimet e ndryshme, mendoj që nuk e qojnë mirë BDI. Megjithatë, forca pasi është tek ekzekutivi, fuqia e pushtetit. Po më ka po shkon BDI-ja juaj, e juaja. Për këta shqetësime ne flasim që mos vje deri te dobësimi i BDI-s. Dobësimi, sheni fundin, juve ku e sheni fundin? Bani mend ata... A disë është një betejë brenda BDI-s. Pjarët partijake, një Qelsi kër e nëzjerë shmi në për rjetet sociale, Qelsi është Bashkimi Demokratik për Integrim. Me këta numra, ku e ka quar ta në grupi Qelsin? A e ka vetëm të Bashkimi Demokratik për Integrim? Edhe qka duhet ndodhje për me ngrit alarmi? Alarmi për çka? Për ndarja? Jo për ndarja. Për çka? Për shqetësimet, për tretje të frymës së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe dobësimit saj. Ne dëmi të shomi një BDI më të fort, çdo mandat ti te i kalon sukseset e mandatit kalum, para prak, dhe konsiderojmë normalisht me mbështetjen që është dhënë nga shqiptarët edhe meritojnë votuesit shqiptarë.
Apo dëni me na thonë publikisht që kërkush s'ju ka pyet nga të gjitha ta meqë të cilët mendojnë si kur juve dhe që në popull e kemi mësu si grupi zjarrit, nuk ju pyesin apo ndahemi ajo, apo ma thoni kështu publikisht, kërkush s'ju ka vetë, apo ndahemi në kuptimin, apo ndahemi. Kërkush s'ju ka pyeta, apo shkojmë andej, sepse s'po e di ka po shkojmë. Ju ka po shkoni nuk po e di. Ky problem, do kisha thënë, është një ditë problem. Një? Një ditë problem. Okej. Duhet reflektojnë ministrat dhe të tërhiqë. T'japin dorëheqje. Sepse për ndryshe. Që me një konsultim që do ndodhte, normalisht që u dheq kryetari partisë, dhe ishin gjithë tje me vajza të kapshme, për ata pozicione të pranura prej strukturave, dhe ku do ishte bë përpjekje edhe më e shpejt për këta projekte që diskutuam, folëm deri tani, dhe mendoj që len një hapësirë për me dalë për kësaj situatë. Kokëfërtësia nga ona e tyre që me çdo kusht t'i ruajnë pozicionet e veta, nuk mendoj që i shërben Bashkimit Demokratik për Integrim. Ruajtja e pozicioneve me çdo kusht nuk është e shëndetshme në demokraci. Ama nëse nuk reflektojnë, sepse ju s'kini pa reflektim. Po nëse janë drejt, dhe heshtet zëri kritik. Nëse nuk janë drejt, dhe shtohet zëri kritik. Okej. Dhe në fund prap do kërkoni të gjithë vota, por s'mundeni mi përmbajt premtimet. Tash, ne këtu flasim edhe ata, si ministra, edhe ne. Po. Flasim për më të mirën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po në fund, qytetarët do jenë ata që do vlerësojnë si është bo ma e mira për Bashkimin Demokratik për Integrim. Se në fundit, kërë thash edhe ata edhe ne nuk e ndjem vetën palë, se ata janë në ekzekutiv. Ne ndjem vetëm si strukturat Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga bisedat që kemë me njerëz, thonë se grupi zjarrit është i fort dhe ka pesh në Shkup, për të mos thënë vetëm në Shkup, se tash do i bëj pyetjen. Si qëndroni me përkraj për shemb? Likov, Kumanov, se i kon shkru këto, Tetov, Gostjevar, Kërçov, Strug. Ju kujtohet kur thatë do kemi në deg tjera, kemi 8 deg të BDI-s të cilat mendojnë se njërë. Tani, me konkretisht, Likov, Kumanov, Strug, Kërçov, Tetov, Gostjevar. Pavarësisht kampanjave jo parimore, jo korekte dhe nuk di pse lejohen deri në publik, gjëja se ne shkojmë kundër, bëjmë fushat kundër kryetarit Ahmeti, që janë shpifje. Megjithatë, ne jemi shumë të kënaqur prej prezencës të qytetarëve që ku vendojmë bashkarisht. Dhe normalisht që edhe në vendet tjera që ka pas edhe në për disa konache kemi qenë, dhe do vazhdojmë të shkojmë, dhe gjithkund ka mbështetje për këta shqetësime. Dhe ajo mbështetje e thash, është e konsiderueshme për këta shqetësime. Dhe thënë, jemi shumë bashkëmendimtar që kemi shqetësime të këtilla për situatën ka e qenë Bashkimin Demokratik për Integrim. Fillimisht ishte anketa jo e pëlqyeshme për votuesit e Bashkimit Demokratik e Institutit Republikan. Po, kujtot. Tash doli kjo tjetra, dhe për herë të parë e nxjerrin kryetarin Ahmeti me një dallim diferencë aq të madhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe jo rastësisht, se nuk jam njeri që e përdor si që bën Artani emrin e kryetarit. Tani më është shqetësuese kjo, që kjo ekzekutiv e ka arrit, e thash edhe atë në fillim, është i vetmi ekzekutiv dhe uroj të jetë i fundit që i kanë nxjerrë njerëzit nëpër salla të bashkëbisedojnë për shqetësimet e mos të arriturave të tyre dhe për çamjeve që i bën në strukturë. Si kryetari Sarajt, a thoni juve që komplet dega mendon si ju?
Jo, nuk thash që Nuk, komplet po thëmë, mendosim. a thoni, nuk thash po Jo. thoni. A thoni ju. Jo. Tani, se më kanë dërgu me Jo. qëtjuj. Jo. Thonë që shumë bashkëpunëtorë tuaj nga Dega Sarajt me cili kine rrugtuar së bashku, në politikë, të 10 apo 12 vjetë, nuk po ju shojmë afer josh kove të fundit. Tani, fjalla është për bashkëpunëtorë të afër, antar Dege, funksionar, ish kryetari i komunës Zotri Bekim Murati, zëvendës ministri Rexhepi, zëvendës drejtori i Burgut Zotri Arifi, ish drejtori i gjenës komunale Zotri Shabani, deputeti Albin Ziberi, që edhe emna Sermine Mamuti, edhe shumë emna të tjerë, respekt për kryetarin, qysh na shpjegon? Me shumë respekt taj parashtrusit pyetjes, koha do e dëshmon. Edhe zotrio Ziberi kom emna edhe kë. Me qenë mitësisht, të aj që ka parashtru pyetjen, një farë zotri Ziberi. Ani. Edhe shumë me mbjemër Ziberi, ka pas në takim që dhe janë shumë të respektuar nga ana ime, edhe në takimin me qytetarët që kishim në Saraj, dhe koha do e dëshmon, cilët janë motivet, cilët janë qëllimet, dhe BDI nuk duhet shndrohet në parti e funksionarëve. Vetëm e funksionarëve. Okej. Nuk duhet shndrohet vetëm në parti e funksionarëve. Ama janë ata funksionarë përfaqësues të ti rajoni, është kështu? Po. Po thonë nuk është veç parti e funksionarëve nëse kine Sarajnë aty, edhe mëse kine askend gostivarit në qeveri, për shama. Se zëvendës ministri e mbrojtjes zotriun bashkem, kanë me shkarkua sot danesë, s'ka lidhje, dhe mbetet gostivari pa përfaqësim. Problemi i qeverisë të BDI-s pas ka qenë Bashkim Hasani dhe jo ku problemi ka emër. E pse jo zotri Rexhepi, pse jo zotri Arifi, pse jo zotri Shabani? Po dy pyet me ata. Ama ju e pse ju e dini? Jo, unë dëruj korektesën, kom bashkëpunu një kohë ma të gjatë me këta, do e ruj korektesën dhe njerëzillëkun tim, nuk do përgjigjëm, pse ata kanë besoj emrin, bje emrin e vetë. Vazhdoni me bashkëpunu, apo vetëm keni bashkëpunu për para me ta? Unë nuk i shoh problemin... Në pjopës, pa të keqe. Vazhdoj. Nuk mendoj që problemi është e funksionarët lokal dhe vëndojnë në pozit keqe. Po, absolutisht, pajtonë. Problemi ka emër dhe mbjemër. Nuk është e këta. As të unë. As të funksionarët lokal Qajirit. As të Kumanovës, as të Likovës, as të Tovës, as ata. Problemi ka emër. Ama ju po thoni që këta funksionarë nuk sjellin vota? Jo, nuk thash. Nuk e thoni? Jo. Zotria Grubi sjell vota? Me këtë qasje i humbë vota Bashkimi Demokratik për Integrim. Pa i përmendi që prej 2016 në këtej ka rritje BDI-ja. A i thoshtë mëna me numra, s'pe thot fatë miri. Po 2016 është e përmenda atë që nuk është e vërtet, rezultati më i keq i mundshëm në zonën zgjedhore nëmër 1 kur e ka udhëheq Artan Grubi. Dhe u përmenda edhe anketën e fundit. Për herë të parë, dalimi... Pas anket brenda BDI-s për grupin e zjarët dhe për krajen? A keni dëgju, a e dini... Kum dëgju? Me të cish pjopës? Se unë e kum dëgju. Pjopës e juve keni dëgju. Unë konsideroj se disa zona, unë kum punu gjatë me baza në Bashkimin Demokratik për Integrim, kom qenë koordinator edhe në zonën 5 më një cikël zgjedhor. Kom punu në zonat ndryshme, jemi ndimu, më kanë ndimu bashkëpartjak, kom ndimu dhe mendoj që e një, dhe baza partjake në nivel shteti kërkon, dëshiron, preferon, mund mos kërkon me zërin si e kërkoj unë, dhe shumë demokratike, shumë legjitime. Ma me zo, e jo në heshtje. Para pëlqen ndryshimin e këtij ekzekutivi. Jënë të rezultatet sondazheve, apo po thoni që në degë është kjo gjendje? Bashkimi Demokratik për Integrim ka strukturat të realisht të përdëftuara që njojnë terenin e bazën, komunikimin me bazën, brenda nesh në njihemi kush sa ndonë kohë dhe për angazhim me bazën punon, kush e kështu me ratë, kush më pak e kush më shumë, por realisht konsideroj se dhe kom komunikim në nivel shtetin, e jemi miq shok sa gjatë veprojmë në parti politike, para pëlqen ndryshime në ekzekutivin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sa përqend? A të bëjmë kështu?
50% mendojnë se jo, ma shumë. Unë Pak keq pjo pës, si u pita për krajnë në Likov, në Kumanov, në Kërqov. Përqindja është shumë e madhe, shumë e madhe. Shumë më e madhe se 50%? Shumë e madhe për ndrimin e këtij ekzekutivi. Dhe do e lejmë që koha ta dëshmon këtë vlerësim që e ja publik. Këtë bëgjeti nëse juve do të hynit për të sqaru çështjen e porosive publike që po i dëgjoj, kuptoni. Kina mja ndalë qeshmën, s'ki me dërgu ma, kuptoni, pyta zotik Rubi tha vëmëro si kom thonë askuj tjetër. Pas ta i kemi jo puthador të cilët shkojnë puthador shqiptar të cilët shkojnë tek vëmëroja dhe levica për t'i bo dëmë BDI-s, kuptoni. Kjo është ai zhargoni. Do t'u kisha lutë se veç dhe të përmendi disa raste ku Tani shkon nga një ekstrem me një ekstrem dhe më kërko shumë t'i komentoj prononcimet ati. Amo ne po i dëgjëm, ne po jemi. Këtë taravar e boni 61 me levicër. Zgjedhet lokale, komandant taravari, komandant ki, komandant aj. Ajo është, si duket për nga natyra, është më grindavec, si duket. Edhe nuk e matë shumë kur e fletë, njerë i bën me levicën, njerë i bën me rusë, njerë i bën me ku di me ka i bën, e kështu me radhë. Pastaj, kur i konvenon ati koalicion pro-evropian, është me oscilimet mdoja është. O dhe kësha dasht të flasëm për një konstant politike të deklarimeve publike. Dhe nuk është e rasti që ka shumë njerës që preferojnë, kërkojnë me zomët lartë, më dobet ndrimin ati, pasi ndajnë shqetsim që mos e qonë BDI-n drejt humbjes. A mundir më në thonë, lutë në sonë, a ka korupcion në këtë qeveri? Unë jam jurist, kam qenë ministër i drejtësis, mendoj që një pak, sa do pak atë aspekt. Sa ma shumë meren politikant me këta fraza, i ndalit qesmet e këto ato, edhe që jenë mjaftushme një vullnet i hekurt i luftës kundër korupcionit në formë të ligjeve dhe të ndjekin zbatimin e ligjeve. Dhe është e mjaftushme kjo që lufta kundër krimit dhe korupcionit të jetë në optimumin e vetë të mundshëm. A ka, s'ka të shumë me pas informacione që ka, në bas ligjit jom i detirum që ti paraqes. Dhe sigurisht nuk... Më thonë kësoj qeveri s'ka kërkush që janë vesh për korupcion. Apo ka? Po tash nësi i ndëgjon me diumet, flitet. Pa tjetëri dëgjojmë. Nësi i ndëgjon me diumet, flitet. Nëse si ndëgjon me diumet, jo gjithherë edhe ata e kanë drejt, në vërësisht si e kanë informacione. E kuptaj. Po lufta kundër krimit dhe korupcionit mendoj që është e pashtershme dhe kërkon kontinuitet. Më kontinuitet, kur s'ka nis, apo ka nis? Se kontinuitet... Kontinuitet, dhe shta të thëmë, si që është marrëveshja e Ohrit dhe frima e saj, e gjallë gjithmonë sa do ekziston, edhe lufta kundër krimit dhe korupcionit është në kontinuitet, se asë njerë nuk shterët, në aspekt shumë praktike, thëmë. Kur folim për vetingun, apo e premton BDI-a juaj këta, sa përsye faqe, a jo? Po e kuptoni që po thëmë, sa përsye faqe, sepse kështu nuk është që po shohen. Mendoj që, dhe besoj këtë që them, që BDI-a ka qenë interesume për një veting serios. Dhe edhe aso kohë... Ka qenë, është e kaluara. Dhe aso kohë, kur është plasu, besoj që ka qenë më interesumja, ndoshta edhe e vetmja, e vetmume ka qenë në këtë betej, pasi ka qenë më dëmtuara prej situatave të atilla. Dhe për atë e besoj që ka qenë dhe vazhdon tjetë e interesume, po tash dikush që është i dhënë më tepër në përmjet këta PR rrjetet sociale, dë njerë dhe idenë e shkëlqishme e devalvojnë. Dhe shumë nevojshme, jo vetëm si ide e shkëlqishme, po edhe e nevojshme. Jo vetëm për bashkimin demokratik për integrim, po për shtetin, institucionet, qytetarët, shqiptarët, dhe njerë
pjari tepërt, edhe kur vjen nga njerës jo dorë dhe devalvohet si ide. Më si parti e keni premtu vetingun. Dhe keni thënë që do e bëjë, jo si individ. BDI vetë se ne bën vetingun. Sa më në ndryshon kushtetutën, për fqinësit mirë vetë me bulgarët. Duhet edhe partner në këtë rukëtim të këtë, dhe do ishte aftësi, shkaftësi, edhe ekzekutivit, edhe kretë, që me i bindë këta partnerët, grupet parlamentare, kështu me radhë, që të vitet e rita jo. Tani kështu, më thoni lutë në shumë... Se nga kuadrë të pastërt, të gjithë përfitojnë, jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim. S'po thëmë të kundërtëm, vetëm që për ditur që BDI-ja për vetë se e merë si slogan të soj, po thëmë slogan, se nuk është që kemi po, zoti grupi thamë romi kemi mbledh, po të tjere së na përkrajnë, vëmëroja bëri, kështu vëmëra ashtu, dhe në fund, është çështje të cilën BDI-ja vetë e premton dhe zbëhet. BDI-ja juaj gjithmonë. Mësarën, tani po thoni Artoni. Ka shumë çështje për cilat kemi diskutuar mbram, po pjo pyes edhe juve si zoti grupi. A funksionon ky shtet? Ne jemi shtet antar i NATO-s edhe nëse vjen është shqetësuese që vetëm parashtrohet pyetja. Tani, kur thoma funksionon, fondi pensional 10 ditë i bllokum, i hakum. Katastri, njëjtë. Ministria e Punëve të Brendshme, njëjtë. Paga s'ka, sigurim shëndetësor, s'ka, fëmijët e juaj dhe të shumë të tjerëve në shkollë nuk shkojnë për shkak të kërcënimeve me bomba. Te pagat mlejoni, shehon kur del ekzekutivi jonë, mos përmend tepër një emër, del tregon dhe lavdrohet se ka rrit pagën minimale. Ama njëkohësisht manipulon me opinionin dhe nuk tregon sa korespondon rritja e pagës minimale me çmimet, me konsumin, shportën mujore. Edhe kreta këta kanë shqetësimet e veta të largimi i trive, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kujt pja triboni këto fjallë? A i cili? Ministrave. Ministrave të financave apo të ekonomisë? Të gjithë ministrave të Sepse i bjen që ju po thoni BDI-ja jonë po e reklamon, pagë minimale, po s'po ju tregon njerëzve. Të gjithë ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim që nuk kanë arrit të përmirësojnë. Unë kam drejtën legjitime për BDI, sa aty e kom dhënë kontributin. Pastaj mund të flasë edhe për minister tjetër. Po, ai nuk detyrohet në aspekt partijak as pak mua. E kuptoj. Ka mos rritje të rrogës në administratën shtetërore, që është në numër më të madh të mundshëm, kështu me radhë, dhe rritjet kozmetike që ndodhin 1.000 denar, 2.000 denar, pastaj vinte kjo, pastaj këtu duhet të shohin edhe inxhinierët e IT-s. Që njohës më të mirë, pse ka ardhur deri te mos funksionimi i fondit shëndetësor, fondit pensional, e kështu me radhë, dhe jo rastësisht thash që shqetësues është vetëm parashtrimi i pyetjes. Mos e thani që s'është fakt që s'funksionoi fondi, që kemi alarme për bomba çdo ditë. Unë thash që është shqetësuese, pavarësisht që ka një luftë speciale, jo vetëm në shtetin tonë, edhe më gjërë, po shtetarët duhet të prevenojnë që mos vinë këta situata, dhe këtu vjen e njëjta situata është sikurse me realizimin e programit e kështu me radhë. Megjithatë, çdo e drejtë ka dhe përgjegjësi. Prandaj lejoni edhe një herë bashkëpartiakëve të mi të ekzekutivit ju them se e drejta juaj që ju është dhënë për të qenë ministra ka pas edhe përgjegjësi për realizim. Dhe këtë përgjegjësi duhet ta bërni me tërheqje. Kaq është. Kaq e thjeshtë është. Më fëmijët s'po na shkojnë shkolla, libra s'kemi. Më thonë kjo është ai fakti dhe e vërteta. Kuptoni që po funksionon shteti. Këtë pyetje do i bëni Artan grupit që mbajnë të arriturat vulën e tij. Dhe unë i kam bërë thirrje publike përveç sonte, që të tërhiqet. Se jam befasu për të keq që nuk ka bërë një tërheqje. Në kontinuitet, në çdo takim i kam bërë thirrje publike. Që të tërhiqet përveç sonte. Se kom konsideru se asnjë njeri nuk është i gatshëm të duron njerëz në përsalla, për çdo javë, në bashkëbisedim që për një pozicion mos t'i qëtë. Ma nuk ka fundi botës, që ti si e zëvendës kryeministër, shqyqër zotit, çdo është mirje. Vazhdojmë tutje. Por s'po ndodh, me ndodh s'po ndodh, pa të keqe pse po qeshë, po me ndodh s'po ndodh. Dhe s'po ndodh tash 2 vjet e sa. Po për atë thash se
insistimi me çdo kusht në mbetje në pozicion ka shkaktuar shumë dilema të opinioni, të mbështetësit, të strukturat e Bashkimit Demokratik Paritetik. Të ata që shkojnë në për takime ku edhe ajo është prezent dhe ku referon për ata. Se me gjithate ne jemi të një subjekti dhe komunikojmë mes vete. Mes vete. Po, jemi në një kohë... Jemi njërës kretë, po, për ata kur përbende emra nuk do të flasë. Jemi njërës kretë kemi afinitetet pozitive, do një dopsie kështu me radhë, dhe unë nuk do të shtërojnë në gjyqë. No. Po me gjithat, gjithë shka po shkonë... Po në fund, nuk votojnë funksionarët, votojnë sovrani. Për që temi keni fjallë? Tu është qëndësimi, se nuk o problemi të radhitish funksionarët. Që dikush mund të bën nga frika se po shkarkohet, dikush mund të bën ndryshe, ku di unë... A ma o shkarku dikush, që sonë të dim të që i kanë shkarku gjithë ata drejtori për mja dhonë alancë për shqiptarët. Nuk thash që kanë shkarku. Jo juve. Unë e thash, po unë personalisht unë e kom thënë. Megafonat e ti, i nxjerrin me fotografi me emra. Dhe unë doj bindjen e thellë që shqiptarët atë do e shkarkojnë dhe nuk do e ngarkojnë asnjëherë. Artanin. A më këtas, janë të i shkarku drejtërt? A janë të edhon alancës? Ja, po, ja jo, zëti Begjetë. Nuk e di unë. Po nuk e di, jasone, jo, po thënë megafonet e ty në për i shkarku. Po megafonat e ty, mënyrën, se si... A, për mes interneti, me amna, me drejtorët e me krejt. Pa. është nderë që të është dënë mundësia. Një ditë, më rëndësi është ta pak të mi të regu. Po thoni që se din që po shkarkohen disa për ty në përveç për medjave? Jo, mos keq kuptojemi që... Te di edhe këtë punë. Problem më i vogël është shkarkimi një funksionari. Si e mërot edhe vjen dita që shkarkohen. Për këta motive, ata motive. Problemi është vendimi që mundësoj deri këtu. Pastaj mënyra e kështu me radhë. Tjetra nuk është irrelevant, është njerëzit gjithë jetojnë, edhe ata që janë funksionarë, edhe ata që s'janë funksionarë. Hajrë për të kuptu se ku do shkoni, me gjithat interpretimi... Gjithë mund shkarkohen, Artan, grupi nuk mund shkarkohet. Po tani s'po keni fuqi ju? Po, ndoshta edhe ajo është. Po, jo, po ndoshta, po, ju po thonim, po s'po shkarkohet, Zotri Ahmeti s'po e shkarkon. Unë nuk thash Zotri Ahmeti e shkarkon. Kjo s'po dorëhiqe, Zoti grupi thotë s'kom nevojë më dorëhiq. Thotë e kom ofru dorëheqën për ditës të parë, kryetari Ahmeti e kon tabelin. Nuk jam pjesë e teorive konspirative. No, veç për kalëzë që a tha. Pi bjen që a si pas ti është kryetari juaj që s'po e shkarkon. Ta them me përgjithësin, ajo është tentativ për me ngarku, besoj, kryetarin Ahmeti. Kryetari Ahmeti e ka ngarku zëvendës kryeministër. Jo, qysh ju? Në këtë rast... Sa i tha, unë jam minister i Qajirit bashkë me Bejar Osmani. Unë e tha jam. Nuk e kom dëgju. A më mirë dhe po kështu është. Nëse s'është kështu ma thoni ndryshet. Kush e ka caktu po Zotri Ali Ahmetit, nëse baza po thotë nuk është Zotri grupi, aj që na përfatson, qysh po na e thoni sonte? Apo po e kuptoj për sallë? E kuptoj. Të salla tjetër, nuk vinë as prej Tirana, as prej Durrësi, po vinë banor Qajirit, Sarajt, Hasanbegut, Studeniçanit, e kështu me radhë, mbështetës të Bashkimit Demokratik për Integrim, të qyteteve tjera ku kemi qenë, Forum Rinor, Forum Grave, kështu me radhë. Dhe për atë thash se ndërgjegja duhet të, po edhe vlerësimi politik, mos me i bo dom subjektit. Hajrë, do e shojmë. Për atë ta përmenda dhe anketën e fundit ku e nxjerrin me 3%... Anketën e kujt? Të Irit apo për cilën e Nuk e di e kujt ishte, ku Zotin Ahmeti e nxjerrin me më pak 3%, 3.1% se sa partia, që gjithmonë ka qenë e kundërta. Shkaku ju është kjo? Jo, unë me disë është shkaku i ekzekutivit. Me bindje të thellë që e them që është shkaku i ekzekutivit. A është kjo duke marrë juve me vetë vetëm, po e tha me vetë vetëm, pa të keqe, në më tha me njëri tjetërën, si kundërshtar të ekzekutive dhe ekzekutive me juve, po e zbeni figurën Ali Ahmetit? Unë nuk jom i thtar i moralizimeve. S'ke pyetje moraliste, ishte shumë... Ne nuk merim me vetëm. Jo juve me vetëm, po ne juve me Zotin grupi me juve, juve akuzoni, Zoti grupi akuzon, juve arsyetoni, Zoti grupi arsyetoni. Me Zotin grupi nuk merem pse ka vesh këtë sako, pse ka vesh çorapat e kuqet verdha, ajo është e drejta ati. Absolutisht, ashtu nësë po mena. Ajo është e drejta ati. Unë merem me punët.
Unë nuk merrem me Bujarin, me Kreshtikun, me Fatmirin, me Jetonin, edhe Naseri Kurish, se pse është vesh kështu, pse kështu, pse ashtu. Ne merremi me punë, me realizim programit dhe konsiderojmë dhe jemi njerëz publik dhe e themi publikisht që me mos të arriturat dëmtohet BDI-ja. Okej, jo Ali Jo me Ahmeti. këtë. Jo Ali Ahmeti. Personalit kalume në Ali Ahmetit, paski ministrësën e tretë. Okej, veç po Personaliteti, dëmtohet BDI-ja për këtyre gjërave. po, Okej. për këtyne gjërave që mënyrën se si menaxhohet, dëmtohet Bashkimi Demokratik për Integrim. Në afat të gjata, po tash për tash. Në afat gjatë e kom fjanë, për shumë kur vinë zgjedhje, se s'ka paralajmëri për zgjedhje para koshme, jo e dini. E përmenda, nëse është e sakt, Po, letrën nga një ambasador, Po. nga një tjetër, për çështjen e... për lojrat e Okej, fatit, ku okej. kuadrët të tij Po. udhëheqin me ata institucione. Okej. Ata nuk janë të tij privat, janë në bërtham të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe ne ndojmë njëtin fat se jemi njëtin subjekt. Dhe është shumë normale në të ngrem shqetësimet. Ja, absolutisht, me ju jam vështirë të dim saksisht për çfarë po flasim kur keni shqetësime. Po shqetësim- realizohet programi, po, ama s'po ndryshon kur gjë. Edhe ju po dini edhe unë e shoh. Se s'po ndryshon kur gjë. Prandaj ku po shkojmë? Ne Ku po nuk kemi shkojmë? dalë me forcë që të Po. ndryshojmë diçka. No. As me dhunë. No. Ne dalim të bashkëbisedojmë, të kuvendojmë me mbështetësit e Bashkimit Demokratik për Integrim. Për të thënë që s'po punojmë në BDI-ja. Po. Për të Po thënë dhe s'po punojmë. flasim pse ka ardhur deri te kjo situatë. Megjithatë, ne kemi edhe obligim moral të informojmë. Kemi edhe obligim moral të informojmë se pse ka ardhur deri te kjo situatë. Sepse nuk e keni pushtetin. Sepse nuk i keni përgjegjësitë. Unë Sepse për ndryshe do realizonit nëse do kishit pushtetin dhe përgjegjësitë. Është kështu. publikisht e them që nuk është çështje personale dhe hatërbetje. Po. Jo, nuk është. Çështje pushteti. Si del? Pushtetin ta përdorin Po. për të mirë të programit, të realizim Me programit, juve, me çështje që nuk e pushteti. përdorin, Po. që nuk e përdorin, Okej. t'jenë më kohabitativ dhe më komunikativ. Është shumë normale strukturat partijake të kenë një mekanizëm kontroli, jo diktati mbi Të ekzekutivin. brendshëm. Po. Për realizim të diktat, projekteve, e Të kuptoj. kontrollit. Okej. Diktat të kujt. Jo diktat të ministra, Okej. të E kuptoj. kontrollit. Okej. Dhe kur shmangën këta, është rregull demokratike që devijimi është me mundësi shtesë që të vije. Dhe fatkeqësisht erdhi. Okej. Fatkeqësisht erdhi. Apo japim përgjithësinë të rënë këta ministra, zotri Grubi, sipas jush, në Saraj, në Çajer, pse s'po realizohen ato që ju po thoni që s'po realizohen? Ku i japin? Po ju pës, a po Vetëm- japin, a duhet të japin? Pa ta të tund të paraqiten, bas paraqitjes tonë të parë në Studenit Çan, Okej. duke paraqit një agent Front për Evropë, që ishtë paralajmërim për këtë koalicion, po hiq një parti, fut një parti, kryo probleme brenda, nuk besoj që shkon këj slogan. Hajrë. Po them hajrë për fund, sepse me shpresë që do e shohim që do të i kaloni dallime, sepse nuk është që po e dim se deri ku mund shkojnë pritjet, deri ku mund shkoj, mos ta them durime, sepse nuk mund e them atë, po të kuptona publikisht që një kohë të gjatë po flasim për këto tema, po tani jemi në tubime, juve vetë po mbani, po drejtoheni, po tregoni që po sheni, po flisni për gjitha ngjarjet që janë këto, dhe po thonë që BDI-ja s'po punon. Është kështu? Unë dhash vërejtje konkrete Po, sakt. të investimet kapitale, Po. të ligji për përdorimin e gjuhëve, gjithësisht zbatimi i ligjit gjuhëve, të përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, që është të marrëveshja e Ohrit, dhe segmente tjera, decentralizimi e kështu me radhë, dhe zbehja që ky ekzekutiv, me prepotencën, arogancën e vetë, qeverise, bile edhe ofenduse nda ik strukturave, po ne zbe
fuqin politike në baza. Dhe kjo ka ndodhë, kemi tentu që brenda ta zhvillan. Çdo tentativ, fatkeqësisht, ishtë tendencë dhe akoma është edhe sot, që të fshehen, lishojnë. Unë rastisht i përmendi këta megafonat, pak du të ashtojnë ata, se mendoj që edhe më shumë dhe gabojnë. Je i nxjerri, je janë kundër Ali Ahmetit, je janë kundër këtij, je janë kundër atij, je janë kundër këtij. Nëse konsiderojnë se duhet fshehen, le të fshehen pas emrave të tyre. Po, mos të arriturat e veta, nuk do mund t'i fshin. Dhe vjen dita që paraqitemi para qytetarëve, para votuesve, edhe i shohim këto gjëra. Dhe nuk është Bashkimi Demokratik për integrim pa përvoj. Unë jo rastisht i përmenda. A i denigron personalitetet ndryshme. Nuk i konvenon veç, si me kam gjik. Qka mos shkrujnë për atë? Tjetërën. Atis, edhe për mu me shkrujt edhe për ty, nuk të bëndë gjonë, nuk të ofendon, faktikisht se më varët, disi është një shpreje, më varët për të ka shajt filoni, nëse s'është dhe një personalitet i autoritativ, s'ka dhe një kalumet mirë, i vjen si me të lavdru. Atë kesh kujdes kur ke kritika nga njerëzit e duhur. Që të kish kujdes. Faleminderit shumë, respekt, faleminderit që zgjodhët jemi bashkë sonte, dhe që u përgjigj ftesës tonë, pikërisht pas tubimit të Çajirit, që kishte në kohën kur i kemi një qeveri të re, dhe kur të gjithë, si media, si opozita, thotë që roli i grupit të zjarrit po minimizohet, po hiqet zonat kundër, si që thoshte, ose jo kompaktësia, 120 deputet, 120 parti politike. Këtoni që të dim, se po problem. Zëri i popullit edhe një dit pas qeveris dëshpoj të kundërtën, se është mbi çdo qeveri. Dhe fotografit janë publike edhe nga në përfushata e kështu me radhë. Ne nuk kemi mekanizma dhe instrumente që t'i detirojmë njerëzit e kështu me radhë. Dhe për protestën që vinë e bëjmë, ata duhet të analizojnë në aspekt politik dhe të ndajnë atë shqetësim të atyne njerëzve me kolegët e vetë, që mos bëhen vetë subjektiv. Do shta edhe unë nuk jam drejt, po ta bashkë bisedojnë me tjerë, dhe ta shohin se pse ka ardhur te kjo situatë. Kur thoni për protestën, çka është kjo? Takime janë edhe një lloj proteste. Këto takime janë edhe një lloj proteste me qytetarët. Se proteston qytetari me vetë faktin që vjen dëgjon, proteston që s'është realizu për atë që e ka dhënë votën, duke informu. Ka njerëz edhe që janë të informu. Tash jetojmë kohën e internetit ku njerëzit edhe janë të... Edhe protestojnë edhe online e vërtet, është të japin në mendimet e tyre dhe si... Shumë e saktë. Kuptoj. Faleminderit shumë, respekt, me shpresë që do i kaloni dallimet, mund ta them kështu? A mund ta them? Ndasit, përçarjet ndasit, nuk janë të parapëlqyeshme, nuk janë të mira. Pajtona? Ne urojmë që, të shflas në mendim personal, uroj që të mbizotron arsyeja, përgjegjësia, shkalla, ndjenja e përgjegjësisë të çdo kush dhe mos insistojnë, edhe njëherë e them shumë publikisht, pa hiç personale, pa asnjë hatërmbetje, që mos insistojnë me çdo kush t'i ruajnë këta pozicione ku e kanë pas mundësinë që të realizojnë për atë që ne jemi mandatu si parti politike, jo si individ, dhe nuk kanë arritë ta bëjnë, se prej një bashkimi demokratik për integrim të fortë, të konsoliduar, të strukturuar, është shumë e vërtet që fituan shqiptarët, qoftë në aspekt të drejtave ligjore, qoftë në aspekt praktik, po tendencat jashtëzakonisht pozitive dhe në aspekt ekonomik, e kështu me radhë, dhe tash ke një zbeje, do kisha thënë që nuk korespondon me një vazhdimësi të një dëshire, të një realiteti që është këtu në shtetin tonë. Politiko-ekonomik do kishtë. SRMN?
Ajo është A nisën belat keq aty, një ndër ajo? gafat dhe në kuadër të prepotencës, arogancës së tyre. Si duket, tash mos e teproj me vlerësim, si duket s'ka qeni përgatitur me funksionin që është Bartë, dhe pse mendimin tim e kom shpreh që në fillim se si, por nuk është e rëndësishme ajo dhe e ka Bartë ajo euforia. Nesër e menon, se tash kush sa mendon kështu, së në rrinë Pas në se ka qeveri. për dertajs. Sot sërama, nesër ndryshe, pas nesër ndryshe, pas nesër si duhet populli Aliametit, pas nesër tjetra e kështu me radhë, është evidentës dhe jo rastisht e thash, që e vetë mja sot nuk ka qenë. Hajr, Ku më kërku që të reflekton dhe të japin dorëheqje. të rriqen. Se mendoj që duhet të shtohet reagimi i votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ku nuk bisundon arsia dhe përgjithësia. Hajr, shumë me cish po thëmë hajr, për të pa se qa të prodhoj, sepse unë nga jo që për ju kuptoj, le të reflektoj, po e thoni sepse për ndryshe. Që duan më nga dëgjun njerë, sepse për ndryshe po dëmtojt BDI-a, ajo BDI-a jeni edhe juve. Ajo BDI-a Po është ma nesën pajtojmë, mos reagojmë që ajta dëmton BDI, se është dëmtu në kontinuitet. Me juve jam. Në Po gjithë të gjëra kontinuitet. që po i bëni të ubime këtu kushtojnë. Kushtojnë gjithë të tubime, gjithë kjo energjik, nuk po shumë, apo kuptoni, po është... Kushtojnë mund, asë gjë tjetër, nuk kushtojnë energji. Jo, nuk kushtojnë. Jo, tu i hapur, nuk kushtojnë asë gjë. No. Dë gjëni, sa njeri vjen aty. Edhe? Sa njeri vjen aty, sa njeri e ndonë kohën e vetë për të ardhë aty. Asë një qytetari shqiptar Larkë qofë, nuk e thëma gjë. këtë shqetsim për që mos dëmtojt një parti politike si që është Bashkimi Demokratik për Integrim me historinë e vetë dhe me të arriturat e vetë. Ama nuk është vetëm një njeri që du të mi zbatu kitë programet e BDI-s. Kuptani, nëse gjuha, për gjuhën para së të mbyllë, se ta shkina dhe në lugave në fund. Nëse është qështja gjuhës, nuk është që vetëm zëvendës kryeministi du të me zbatu. Ka inspektorate, ka institucione që në vartëse. A i ka instalu që gjdo sukses t'ja bardë vetës. Dhe, kur thot nuk jam me dyftyra, është fjallë publike. Dhe gjdo dështim do t'ja bardë vetës. Hajr. Nëse gjdo sukses ja bardë vetës, gjdo dështim do t'ja bardë vetës. Gjdo mos realizim do t'ja bardë vetës. Nëse, ishte kolegu ti ministrë që ka Kjo thonë është me një ftyrë, jo me dyftyra. Okej, hajr. Fandej shumë, respekt, fandej shumë me shprejt që shumë shpejt do flasëm me zotrin Ali Ahmetin për parë se shumë mati edhe me tesë që më pa, ka të pak të në 6 muaj, kemë folë 2 vjetë këmë folë duke pytë pëse s'ki organe, edhe tash që të kuptojmë se qeveri e re pëse, sepse ju se dini, s'kini pas debat më në BDI për këtë punë, se dini kush ka negociu, e thatë publikisht, po shkështu, edhe të kuptojmë edhe për ti, në një të aferëm shumë të shpejt. Pandej shumë, respekt, zonja zotrin mbyllëm këto Klik Plus për sonte, duke falendëruar për vëmendja, si gjithmonë dhe për gjithë ato që dërguat deri sa ishëm direktu, shiheme kësmetajt. Mirë mbeq, pandej shumë. Pandej të dhe prej unë. Respekt, pandej shumë, kryetar.